Dhe ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Keni zgjedhur një ungjill shumë të bukur, të gjithë ungjillit janë shumë të bukur, po ungjilli i Shënjanit është pak i veçantë, sepse nuk është thjesht një tregim historik, është një tregim edhe teologjik, i shprehur me fjalë të thjeshta, po shumë të thella. Së pari duhet lexuar ungjilli, dhe e keni lexuar. Po vetëm leximi nuk mjafton. Shëni Jeronimi thotë kështu: kuptimi është më i rëndësishëm se sa leximi. Në kuptimin që ne nuk mund ta kuptojmë ungjillin vetëm thjesht duke i lexuar, po edhe duke e kuptuar. Dhe ungjilli nuk kuptohet thjesht vetëm me mendje. Mendja e njeriu ndihmon shumë, po kuptohet me zemër, kur ti e përjeton atë gjë. Dhe qëllimi që është shkruar ungjilli, besoj se ju e dini, e keni lexuar ungjillin e Shënjanit? Pse thotë ai u shkrua ky? Për shkak mund të ishte një pyetje në konkurs kjo. Atëherë nuk po përgjigjem. Kështu që mund ta zbuloni gjatë konkursit. Ungjilli i Shënjanit është ungjilli i fundit që u shkrua nga 4 ungjillit. Jetën e tij ndoshta ju mund ta keni lexuar. Ishte nxënësi i dashur i Krishtit, i lidhur edhe nga ana familjare. Tradita thotë që emrat e Shalome mund të ishte një nga bijat e Josifit, ose mund të ishte kushërire të shenjtës. Kështu që kishin dhe lidhje familjare. Por dashuria që kishte Zoti për të ishte pikërisht në pastërtinë dhe sinqeritetin e zemrës. Pastërtia e zemrës për të kuptuar ungjillin është shumë e rëndësishme, sepse kur thot Zoti lum zemërpastrit se dëshojnë Perëndin, pikërisht këtë gjë do të thotë. Nuk thot lum mendjen driturit. Shumë mirë të jemi mendjen dritur. Por nëse nuk do jetë zemra e pastër, ungjilli nuk do kuptohet thellë. Ne mund ta kuptojmë nga ana intelektuale, por nuk do të ndjejmë thellë në shpirt, e nuk do të transmetojë diçka shumë të rëndësishme. Meqense më ftuan për të folur për ungjillin, edhe për një përvojë personale që kam pasur unë me këtë ungjill, në fillim me vështirësi pranova, jo nga dëshira për mos folur me ju, po është shumë vështirë të flasësh për gjëra personale, po do them diçka, jo të gjitha. Ungjilli i parë ose Bibla e parë që lexova unë ishte ungjilli, dhe ishte ungjilli i Shënjanit, ishte kur isha në vit 4 në gjimnaz, në vitin 74, që i bie shumë vite më parë. Kuptova diçka që se kisha ndjerë ndonjëherë. Jo kam thënë shumë vetave, ndoshta e kam thënë edhe në 2-3 intervista, që unë vi nga një familje shumë e madhe, 8 fëmijë, unë jam nga më të vegjëlit, dhe në familjet më dha shpeshherë ka gëzim të madh. Fëmia ndihet i mbrojtur, ka kushëri, vëllezër, motra, është një ambient i ngrohtë. Dhe kur isha i vogël kishte shumë gëzim. Pastaj vjen një periudhë ku ndodhin shumë ndryshime në jetën e njeriu, në trupin e njeriu, fillon mendon më tepër nga ana intelektuale, fillon lexon ca libra të tjerë, gëzimi fillon të largohet pak. Kur kam lexuar ungjillin, ndjeva diçka, më kthye përsëri ai gëzimi i parë kur isha fëmijë. E nga fjalët që thash me mendjen time, falenderova Zotit që më ktheu prap gëzimin e parë. E përmenda këtë gjë sepse nëse ne do e përjetojmë ungjillin, do ndjejmë një gëzim në zemrën tonë. Gëzimi është shenjë që Perëndia është i pranishëm në jetën tonë. Ja jeta e sotme, që është një shoqëri shpeshherë që Zoti nuk është i pranishëm. Është një jetë pa gëzim. Mund bëhesh milioner, miliarder, po gëzimi nuk e blen dot, sepse gëzimi është një dhuratë nga Perëndia. Duke biseduar një herë me një mitropolit shumë të ndritur, Kalisto Suer, erdhi në Korçë dhe qëndroi disa ditë, e po bisedonim rreth kësaj gëzimit. Një të bisedë që bëbojnja për këtë temë, më tha dhe këto fjalë, që gëzimi nuk është çështje e temperamentit njeriut, është një dhuratë nga Perëndia.
Kështu që kjo dhuratë nga Perëndia vjen kur ai është i pranishëm në jetën tonë. E çfarë do të thotë që të jetë i Perëndia i pranishëm në jetën tonë? Kur jeta jonë drejtohet nga mësimi i Zotit. Kur ne praktikojmë në jetën tonë pikërisht këtë gjë, atë që Zoti thotë. Nëse nuk e praktikojmë këtë, nuk mund ta kuptojmë dot atë gjë. Dhe them shpeshherë, e tregoj një histori, qoftë në biseda publike, qoftë private, që jeta e vërtet shpirtërore, e duhet ta përmend këtë sepse shpeshherë jeta shpirtërore deformohet. Jeta shpirtërore mistifikohet, romantizohet. Jeta shpirtërore është shumë e thjeshtë. Ai djali i ri, kur i bën pyetje Zotit dhe i thotë, çfarë duhet bëj që të fitoj jetën e përjetshme? Pak a shumë këtë pyetje i bën. Çfarë duhet bëj unë që të kemi jetë thellë shpirtërore? Si përgjigjet Zoti? Ruaj urdhërimet. Që do thotë, nëse ne do zbatojmë urdhërimet e Zotit, që do thotë, nëse ne do bëjmë një jetë e cila drejtohet pikërisht nga vlerat që vijnë nga mësimi i Zotit, kjo është jeta e vërtetë shpirtërore. Dhe nëse do bëjmë një jetë shpirtërore, do fillojmë të kuptojmë disa gjëra shumë të rëndësishme. Shën Simeoni, theologu i ri, që është i treti në Kish, që mban titullin e theologut, së pari Shën Jan theologu, i dyti Shën Grigor theologu dhe i treti Shën Simeoni theologu i ri. Thot diçka shumë të rëndësishme. Nëse ne do përpiqemi që ti ruajmë urdhërimet, do fillojmë të kuptojmë dobësitë tona. Sepse njeriu nuk i kupton dobësitë e veta. Mund t'i shohë dobësitë tek tjerët, po jo tek vetja. Mua më ndodh shpesh, po dhe juve ndoshta ju ka ndodhur, që shumë njerëz vinë dhe kritikojnë tjerët për ato gjëra që i bëjnë dhe vetë. Sepse tek vetja njeriu nuk e dallon dot. Ne mund të dallojmë veten vetëm nëse ne do jetojmë një jetë shpirtërore, atëherë do kuptojmë dobësinë. Nëse do ndriçohemi nga hiri i Shpirtit Shenjtë, do i dallojmë njollat që kemi brenda vetes tonë. Por nëse jetojmë në errësirë, nuk i dallojmë. Do duket në rregull. Si thot Shën Pjetri kur kuptoi që në personin e Krishtit ishte i pranishëm Perëndia. Largohu prej meje, Zot, sepse jam njeri mëkatar. Si tha profeti Isaia kur pa vizionin e famshëm, që pa mbretin e lavdis. Mirë unë, tha, njeri me buzë të ndyra, pash mbretin e lavdis. Si shkruan Shën Simeoni, theologu i ri, në lutjet që bëjmë me para kungimit, thot për veten ai, prej buzësh të ndyra, prej zemër të fëlliqur, prej shpirtit papastër, i thot vetes ai këto fjalë. Mirë, ne dim jetën e tij të shenjtë. E dim që është një shenjtë i madh. Përse i thot këto fjalë? Ai nuk i thot thjesht për të dukur, po në krahasim me dritën e Zotit, ne mund të jemi errësirë, se varet me çfarë krahasohesh. Pra një njeri që mund të ketë bërë shumë gjëra të këqija, nëse krahasohet me tjetër i kriminal më të madh mund duket më i mirë se ai. Nëse ne krahasojmë me Zotin, nuk dalim më shumë të pastër. Nëse do ne do shihemi në pasqyrën e ungjillit, nuk do dukemi aq të bukur. Në pasqyrat tona ndoshta mund duket. Prandaj është i rëndësishëm kuptimi i ungjillit. Sepse e vërteta e ungjillit është pikërisht në të kuptuarit, në kuptuarit thellë, në të jetuarit e tij. Ungjilli mund të jetë një libër i mbyllur. E lexon ti, e din ngjarjen dhe s'kupton asgjë. Prandaj dhe njerëzit nuk i lexojnë vazhdimisht, sepse nuk shijojnë ëmbëlsinë e saj. Ungjilli është një ushqim shpirtëror, dhe ushqimi nuk është vetëm për një herë. Pyes ndonjërin dhe thonë, "Ne ke lexuar ungjillin?" Po thotë, "E kam lexuar një herë para 5 vjetësh." Po nuk e lexon prapë, jo, thotë se e di se çfarë është. Nëse është ushqim, ai nuk është vetëm një ushqim një herë para 5 vjetësh. Për ushqimin fizik, gjithë njerëzit hanë 3 herë në ditë. Nuk thonë që s'do ha më ditën tjetër. Madje ka disa që mund të hanë ndoshta më shumë se 3 herë, po e quajmë 3 herë. Po për ushqimin shpirtëror, sa herë ha në ditë? Kur lexojmë nga jetët e shenjtërëve, si për shembull Shën Serafimi Sarovit, e lexonte ungjillin çdo javë. Pse lexonte ai çdo javë? Ajo se nuk e dinte ngjarje, po sepse ai kuptonte thellë mesazhin, ndjente diçka tjetër. Është njësoj, për shembull, një person shumë dashur, ti ke qejf të rish me të. Jo se e njeh ose nuk e njeh. E ke takuar sot, do të takosh nesër, të takon përsëri pas nesër. Dhe ungjilli kthehet në të tillë. E vetëm ky lloj ungjilli mund na ndryshojë ne. Ungjill vetëm thjesht në kuptimin intelektual nuk mund të qëndrojë për një kohë gjatë.
Prandaj dhe interpretimi i ungjillit është një pjesë e thellë e njerëzve që kanë përjetuar atë. Ne I mbaj metrit e kishës si model pikërisht për këtë gjë. Ato jo vetëm thjesht e lexuan ungjillin dhe patën një mendje të ndritur për ta shpjeguar, po ato e përjetuan në jetën e tyre, sepse ne nuk mësojmë tek tjerët atë që s'dim vetne. Madje akoma dhe më keq, si thot Shën Ambrozi, kryepiskopi I Milanos, I shenjtë I madh I kishës tonë, që ne nuk mund të drejtojmë tek të tjerët diçka që është e shtrembëruar tek ne. Një kandil I fikur nuk ndriçon. Nëse ne nuk e do ndezim kandilin e shpirtit tonë, ne nuk do ndriçojmë dot veten. E nëse ne nuk ndriçojmë veten, si do ndriçojmë të tjerët? Prandaj leximi I ungjillit duhet të jetë shumë I vazhdueshëm. Kjo iniciativë për të bërë një konkurs rreth ungjillit është shumë e rëndësishme, sepse do ju shtyju që të mësoni pak më tepër. Por nuk duhet ndaleni vetëm në këtë. Duhet vazhdimisht ta lexoni, sepse nëpërmjet fjalëve të Zotit ka një fuqi. Kjo është ai misteri që ndodh. Sakramenti, që në kishën ortodokse quhet mister, nuk do thotë diçka e pakuptueshme. Sepse nganjëherë njerëzit e kuptojnë fjalën mister vetëm një nuancë të kuptimit të kësaj fjale, si diçka e fshehtë. Nuk është në këtë kuptim. Misteri është një diçka që ne nuk mund ta shpjegojmë dot të gjithën me arsye. Siç thotë thënia e famshme në kishën ortodokse, që Perëndia është mbi arsyen, por jo jashtë arsyes. Arsyeja është një dhuratë e madhe nga Perëndia për ne, por nëse arsyeja jo nuk ndriçohet, nuk mund ta kapi dot të gjithën. Sa më shumë ndriçohet, aq më shumë mund të kuptojmë ne dhe ungjillin, por arsyeja në kuptimin më të thellë është në zemrën e pastër. Kur njeriu fillon dhe pastrohet nga shumë gjëra të tjera, nga inatet, mërirat, thashethemet, përgojimet, shpifjet, e gjithçka tjetër që dëgjojmë vazhdimisht në këtë botë, gënjeshtër të ndryshme. Këto gjëra më tepër dëm I bëjnë vetes se sa të tjerëve. Padyshim që ne kur përgojojmë tjerët I bëjmë dëm dhe atyre, po më shumë I bëjmë vetes tonë, sepse një shpirt që nuk është I pastër, një shpirt I trazuar, I mbushur me mërira dhe inate, është shumë vështirë për te që të kuptoj. Jo vetëm ungjillin, po të kuptoj edhe shumë gjëra të tjera. Njëri që ruan mërirat mëdha dhe inat të madh, ai njeri fillon dhe errësohet në shpirt. E me të drejtë Shën Agustini thonë kështu. Një njeri që mban mërinë për një kohë gjatë në zemër, është njësoj si një njeri I cili pi helmin vet, e shpreson që të vdesë ai tjetri. Duke pasur mëri ne helmojmë veten tonë, e duke më huar zemrën tonë, edhe mendja fillon dhe nuk kam atë shkallësinë, nuk kupton atë gjë. Ti mund ta kuptosh duke shpjeguar nga jashtë, po nuk e provove, nuk e kupton. Kur jepja mësim dogmatikën, jepja një shembull studentëve për të kuptuar shumë sa kuptojmë ne Perëndin, ose si mund ta kuptojmë ne Perëndin. Edhe jepja një shembull shumë thjesht, për shembull sheqeri. Një njeri mund të lexojë rreth sheqerit, të di formulën kimike e tij, të kuptojë gjithçka tjetër. Nëse se ka provuar, nuk e njeh sheqerin. Mund të mbarosh gjithë shkollat teologjike, mund të mbarosh gjithë gradat. Nëse ti nuk e provojën shpirtërore, prapë se ke kuptuar. Dhe mjafton të vesh gishtin të sheqerit, ta vesh në gojë, ti do I njohësh se çfarë është. Edhe kur nuk I di formulat kimike. E njëjta gjë ndodh edhe me realitetin hynor. Nëse ne nuk do kemi një përvojë personale, qofse edhe të vogël fare, nuk do kuptojmë asgjë nga ajo gjë. Mjafton një sekond një përvoje të thellë shpirtërore të bëhesh shumë më I ditur. Të njohësh realitetin tjetër, do thotë që ta prekësh atë realitet. Dhe Zoti këtë na I afron falas. Zoti është I gatshëm për të hyrë në çdo zemër njeriu, troket vazhdimisht, thotë në shkrimin e shenjtë, dhe pret që ta hapim në derën. Dhe hapja jonë e derës është pikërisht kjo përpjekje. Kur lexojmë ungjillin, fillojmë të meditojmë rreth çdo fjale të tij. A nëse këto fjalë do rrënjosen në zemrën tonë, padyshim që ato do na ndriçojnë edhe, sepse do qëndrojnë atje. Kur thot Zoti, lum ata që dëgjojnë fjalën e Perëndisë dhe e ruajnë atë, se nuk mjafton vetëm ta dëgjosh. Mund ta dëgjosh dhe nesër e harron. Ju e dini shumë mirë parabolinë e mbjellësit, që u mboll fara në shumë vende, po vetëm në një pjesë dha frut. E njëjta gjë është me fjalën e Zotit, e cila është fara që mbjell Zoti në zemrat tona. Nëse nuk do gjej tokën e përshtatshme, ai do largohet
ajo fare nuk do japi fruta, nga arsye ndryshme, ose toka është me shkëmb, ajo mbulojnë ferrat, ajo hajnë zoq në anë të udhës, që të mbetet ajo duhet ta ruajmë këtë gjë. E të ruajmë fjalën e Zotit në zemrën tonë, ai do jetë një ndriçim i vazhdueshëm në jetën tonë. Kujtoni fjalët e psalmistit, se thotë: fjalët e tua, drejtohet Zotit, janë kandil në këmbën time. Që do thotë në udhëtimin e jetës tonë, padyshim që ne do kalojmë në periudha të errta. Nëse do kemi këtë fjalë në zemrën tonë, do na ndihmojmë që të kapërcejmë këto. E nuk do ju lejojnë ju që të mbyteni në detin e hidhërimit. Prandaj mundoni që ta lexoni Ungjillin me dëshirë, ta lexoni dhe ta mbani fjalën, sepse fjala mund të harrohet shumë shpejt. Nëse nuk do jetohet, fjala harrohet për një herë. Dhe rreziku më i madh është kur njeriu e lexon, ndoshta edhe kupton se çfarë, po e harron atë fjalë. Dhe ai duket sikur e di. Sepse problemi shpeshherë nuk është tek njerëzit që nuk dinë, ata dhe mund të mësojnë. Problemi është tek ata që nuk dinë dhe kujtojnë se dinë. Ky është problemi gjithmonë. Për sa ne kujtojmë që dim, është një problem gjithmonë. Sepse njëri që kujton se i di, ai nuk kërkon më. Qenia njerëzore është një qenie që kërkon, është vazhdimisht në kërkimin diçkaje, derisa të plotësohet si njeriu. Në kuptimin shpirtëror, është derisa të piqet shpirtërisht. Kur piqet njeriu shpirtërisht, do thotë që bëhet një njeri i plot. Çfarë është shenjti? Shenjti është njeriu si gjithë secili nga ne. Ka pasur gjithë pasionet, frikrat, dyshimet që ka çdo njeri. Po ishte një njeri që u rrit shpirtërisht. Një njeri që kuptoi që ishte smur. E duke kuptuar që ishte smur, e kërkoi mjekimin. Meqense përmenda këtë, do ju them diçka që e them shpesh herë. Shënjor Gojarti një herë në predikimin e tij, ju tha njerëzve që ishin kish, nëse dikush nga ju mendon se është i drejtë, le të dalë jashtë nga kisha. Unë s'kam ungjillë për drejtët. Çfarë do të thonte shenjti me këtë fjalë? Do thonte që ungjilli është një mjekim, dhe mjekimi është për të smurët. Dhe shenjti shfrymzuar nga ungjilli për të thënë këtë fjalë. Fjalët që thot Zoti, kur e akuzuan pse po rri me mëkatarët, thatë se smurët ka nevojë për mjekun. Dhe fjalët e tjera që thot përsëri, unë nuk erdha për ta dënuar, për ta gjykuar botën, po për ta shpëtuar atë. Kisha është një spital. Në spital është për të smurët, nuk është për të qenë të shëndetshëm. Për sa kohë që ne ndjehemi të shëndetshëm, ose ndjehemi që jemi të mirë, është një problem i madh tek ne. Dy gjëra nuk vijnë nga Zoti, mbajini gjithmonë mendje. E para, kur mendojmë që jemi shumë të mirë, shenjtë, mund të ketë terma të tjerë. Dhe e dyta, që nuk ka shpëtim për ne. Qoftë kreneria boshe, qoftë dëshpërimi i madh, nuk vijnë nga Zoti. Nga Zoti vijnë gjithmonë këto fjalë, që ne nuk jemi të shenjtë, po shpresojmë që Zoti na shenjtëroj. Dhe nëse ne e kuptojmë këtë gjë, e kuptojmë që dhe shenjtërimi nuk është vepër e jona, është vepër e Zotit. Po Zoti kërkon bashkëpunimin tonë. Është një ndërmarrje e përbashkët. Po në këtë ndërmarrje të përbashkët, 99.9% e kapitalit është e Perëndis. Ne kemi një përqindje shumë të vogël, që do thotë dëshira jonë për ta pranuar atë. Vetëm këtë formë ne mund ta kuptojmë dhe ungjillin. Edhe kuptimi i ungjillit do i japi një gëzim në jetën tuaj. Kush ishte shpërblimi që jep Zoti atyre që punojnë mirë? Në parvolinë e talantave, ai që kishte 5 dha 5 të tjera, çfarë fjalësh i thot Zoti? Shumë mirë, thot shërbëtori i mirë. Hyr në gëzimin e Zotit tënd. Gëzimi është shenjë e jetës përjetshme, sepse tek Zoti nuk mund të ketë trishtim. Një proverb në krishtërimin e parë thonte këtë fjalë: nuk ka shenjtë të trishtuar. Aty ku është i pranishëm Zoti, nuk ka dëshpërim. Aty ku është errësira, ka dëshpërim, ka inate, mërira e shumë gjëra tjera. Andaj, nëse jeta juaj doni që të ketë gëzim, mundoheni që të jetoni me ungjillin dhe lexojeni vazhdimisht atë. Ushqeuni me fjalën e Zotit, sepse ato fjalë do ju ndriçojnë ju. Edhe jo vetëm ju, po ndriçojnë edhe shumë miq tuaj, njerëz që janë rrotull jush, sepse kur ndizet një dritë, edhe në mënyrë të pavetdijshme fillon ndriçon edhe të tjerët që janë rrotull.
Në errësirën shpirtërore që jetojmë ne sot, kjo dritë është më se nevojshme. Sepse njerëzit sot vetëm mundohen të grumbullojnë nga jashtë, po nga brenda fillojnë dhe zbrazen. Dhe sa më shumë grumbullon nga jashtë, aq më shumë zbrazesh. Nëse ne duam realisht që të jemi të pasur shpirtërisht, që është pasuria që do qëndrojë gjithmonë, do të jetë pikërisht kjo gjë, që të kemi një gëzim në jetën tonë. E ky gëzim vjen nga prania e Zotit në jetën tonë. E një nga mënyrat që kjo prani të jetë është leximi i vazhdueshëm i Ungjillit. Të gjithë Ungjillet janë të mirë. Ne nuk mund të krahasojmë kush është më i mirë, kush është më tepër i mirë. Të gjithë janë njësoj, por e shohin në perspektiva të ndryshme, në përqendrime të ndryshme. Është dëshmia e 4 dëshmitarëve që kishin njohur për Zotin, kishin qenë bashkë me të dhe shikojnë në mënyra të ndryshme, po të njëjtën gjë. Prandaj edhe Kisha e ka mbledhur të 4 në një libër. Në një farë forme të 4 këto janë i njëjti Ungjill. Është Ungjilli i Perëndis. Dhe më e rëndësishmja është për të kuptuar dhe fjalën Ungjill, sepse përmendëm kaq herë, shumë nga ju ndoshta e dinë, po gjithmonë duhet ta kemi parasysh që Ungjilli do të thotë lajmi i mirë. E kush ishte lajmi i mirë? Lajmi i mirë është që Zoti e mundi vdekjen. U bë si njëri nga ne, si shkruan Shën Athanasi i Madh, që ne të bëhemi të ngjashëm me atë. Nëse do keni këtë, jeta juaj do ndryshojë. Dhe unë do lutem që jeta juaj të ndryshojë, sepse vetëm këtë mënyrë mund ndryshoni dhe të tjerët. Bota e sotme ka nevojë për këtë dëshmi, sepse është një errësirë shpirtërore. Teknologjia mund të jetë një aset shumë i nevojshëm, e mund të përmirësojë shumë gjëra, po teknologjia në vetvete nuk mund të sjellë ndriçim nëse nuk është Zoti. Madje mund të kthehet në kundërshtarin më të madh ton. Siç thot Shën Vasili i Madh, shkolloni njerëz pa Zotin e do krijoni demon. Se kush është demoni? Njëri shumë i mençur, një person shumë i shkafët, po nuk ka dritë. Ka errësirë, nuk përhap vërtetën, po përhap gënjeshtra, ka krenarira boshe. Dhe shpesh herë ne duhet të shohim se cilin imitojmë ne. Imitojmë Zotin apo imitojmë të tjetrin. Dhe si përfundim duhet të them edhe diçka që sa më tepër të jeni të përulur, aq më shumë do e kuptoni Ungjillin. Është një histori shumë kuptimplote nga Shën Antoni i Madh. I erdhën 2 teolog aty dhe filluan duke biseduar me të. E Shën Antoni i Madh hapi librin edhe i tha lexoni këtu. Vetë Shën Antoni i Madh nuk ditë të shkrijë me këndim. Ata e lexuan e i tha të parit që më shpjego. E filloi i foli si teolog i dëgjuar shumë. Mbas i foli ky i dyti. Mbasi mbaruan këto, kaloi një murg tjetër atje. Edhe i thotë Shën Antoni thotë hajde këtu, thotë lexoje këtë thotë. E lexoi ai. I tha çfarë thotë kjo? Tha nuk e di. Të lumtë Aba Josefi thotë. Sepse vetëm ti e kuptove se çfarë thotë kjo. Që do thotë që ta rrish kuptosh që nuk e di, është një detyrim shumë e madhe. Ka shumë pyetje shpeshherë, që përgjigjja më e ditur është të thuash nuk e di. Mendjemallësia nuk na lejon ta pranojmë këtë gjë. E duke pasur mendjemallësinë nuk ndriçohemi dot. Historitë e shumta nga murgjet e shkretirës për prulsinë na e tregojnë vazhdimisht këtë gjë. Prandaj mundoni të jeni më të përulur kur lexoni Ungjillin. Nuk mund të kuptohet Ungjilli me një mendje krenare. Sa më të përulur të jeni, aq më shumë do pastroheni. E sa më shumë pastroheni, aq më shumë do ndriçoheni. E lutem që Perëndia t'u ndriçojë ju të gjithëve, familjet tuajave, e të keni dhe sukses në këtë konkurs që do bëhet për Ungjillin e Shën Joanit.